Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV si gjithmonë, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht qëndrimet e familjarëve të Rogertit edhe të Mirit nga nata e mbrëmshme. Nata e mbrëmshme ishte një natë dinamike, ku solli në pa edhe atë luftën që unë në fakt gjithmonë e kam përfolur, se çfarë po ndodh jashtë me familjarët dhe se si familjarët e luajnë lojën e Big Brotherit edhe jashtë. Nga ngjarja që ndodhi ku Arber Hajdari pati një reagim të ashpër kundër drejt Mirit edhe kundër drejt Rogertit, gjithashtu edhe nga ana e Ledionit në fund të Prime-it që pati një zënkë të madhe me Mirin për faktin që Miri u acarua përse Selin u suportua aq shumë nga ana e produksionit dhe nga ana opinionistëve, u tha në fytyrë në një farë mënyre që Selinën e përzjodhën si fituesen e atij spektakli dhe Miri dhe Rogerti kot po qëndrojnë në atë shtëpi. Domethënë zënka, dinamika të cilat ndodhen një natë përpara ndikuan edhe tek familjarët që të reagojnë në rrjetet sociale në Instagram, ku në fakt un kam shkëputur disa nga reagimet. Një nga familjarët shkruan: përfshi Rogertin edhe Mirin, domethënë kanë reaguar për të dy së bashku. Turp që e bëni favorizimin hapur duke e nxjerr atë vajzë si viktimë dhe favorite për çmimin që e morën vesh që po ja dhuroni dhe mbani publicitet një orë. Domethënë janë ndikuar nga fakti që u vonua shumë publiciteti. Kur ajo vajza ka kërcënuar Rogertin, e çfarë s'ka thënë nga goja vetë dhe ka treguar edhe dhunë, domethënë. I bëjmë thirrje Rogertit dhe Mirit, ju lutem familja nxirrni jashtë çunat se po luajnë me fytyrat e tyre dhe po i degradojnë. Domethënë kërkohet largimi i Rogertit edhe Mirit nga shtëpia e Big Brotherit. Më pas kemi reagimin tjetër. Me këto fjalë që i tha Ledioni, ju qofshi familjet e Mirit dhe Rogertit që nuk shkoni me i nxjerr sonte nga ajo shtëpi e mos lejoni të luhet me fytyrën dhe me shumë për diçka që nuk ekziston. Domethënë kërkohet me patjetër që Miri dhe Rogerti të largohen nga shtëpia, sepse domethënë sipas ndjekësve të tyre, po keq përdoret imazhi i tyre. Një tjetër shkrim është ky: statusi im ishte shumë i thellë, por do tru me u kuptu, thot. Drama. Le ta ngrem publikisht. Po të ishte me nxjerr mami e merrte përdore. Jo të boni të fala ky e të boni të fala ai. Shoh. Domethënë familjarët e Mirit të Rogertit, miqtë të Mirit të Rogertit, nuk e besojnë që ardhja e nënës Selinës ka qenë një, domethënë dhe qëllimi që ajo kërkoi për të dalë Selina nga shtëpia ka qenë një qëllim i vërtet. Më pas një tjetër shkruan: një skenar dëshpërimi. U manipulua situata e fansave të Mirit totalisht. Domethënë fansat të cilët dolën ta shohin, që unë e pash që ishin fëmijë, domethënë ishin miq dashamirë të vajzës së Mirit, ishin shoqëria e vajzës së Mirit, ishin familja dhe nuk ishin fansa, por gjithsesi aty kanë të drejtë të shkojnë çdo kushi. Personi që ka bërë bigun brenda me Mirin dhe jashtë lojën me vete, familjarët jashtë është Selina, thot. Personi më i përkëdhelur historikisht nga studio është Selina. Brikena e tha vetë pse e zgjodhi Selinën. Mbrëm u vendos gjithçka, urime fitore në Selin, Miri, bravo vlla. Si ka mundësi që si kur më parë një nga publicitetet e fundit zgjati 20 minuta dhe e futën fill transmetimin pa vendos minutat, harruan apo po premtoi ndonjë gjë. Domethënë dyshimet janë që po luhet me Mirin dhe me Rogertin. Tani është edhe një dedikim drejtuar Ledion Liçës. E pa drejt sjellja Ledion Liçës që i bërtet dhe i përgjigjet një konkurenti me atë gjuhë. Miri ka 103 ditë aty dhe ju keni mbajtur këtë edicion në kurisë të vetmit VIP që keni, thot aty. Familja Bollati
ka sjell në ditën e 10 deklarata të bërë në televizionin tuaj ku i thot mirit pervers e manjak, zhigolo, dhe produksioni këto deklarata i ka futur brënda Big Brotherit. Një koment në nxë i një fansi u bë tragjedi për familjen e Selin, ku ka 3 muaj që prek në moral, dinjitet e karakter. Një artist, baba i një vajze, bashkëshor dhe koleg, vëlla e djali 2 prindërve të moshuar, as një masë nuk është marrë. Trajtohet tamam si një leckë, një artist prej 27 vitesh, nga Arbri edhe nga Ledioni. Më thënë, familjarët janë të prekur jashtëzakonisht shumë në Arbrin, vetëm për të ngritur të preferuarën e tyre. Kjo bëhet në çdo prime, pse Ledioni nuk e sqaroi, edhe dronin me zë që solli Selin ri larg nga manjaku. Selin e lexoi me zë dhe qeshi me shëndritin, dron i jashtëligjshëm i lexuar me zë që ka fjalën manjak. Nuk do të ikësh në banjo se të them unë. Kush je ti? More zotëri. Kujt ja përdor këtë gjuhë? I sillesh mirit kështu sepse të zbuloj skemën që bëni bashkë me familjen e Selin? Duhet ti të jesh mirënjohës atij djali që pranoi që 27 vite karrierë ti nënkëmb në emisionin tuaj. Nuk do të shkosh në banjo, është ndalimi i nevojave fizike dhe është intimidim dhe privim, thonë. Ke Gentil mirin që është i sjellshëm, se të ishte një tjetër do të shihje e shumë të tjerë. Uroj që familja ta nxjerrë sa më parë dhe ta padis familjen e asaj dhe Top Channelin për prishje imazhi dhe fyerje në dinjitet edhe moral. Në fakt, këto janë disa nga reagimet që kanë ardhur nga miq, nga familjarë të afërt të Mirit të Rogertit, të cilët ndjehen jashtëzakonisht shumë të thyer dhe dyshojnë që produksioni natën e mbrëmshme e ka shitur çmimin e madh kundër drejt familjes së Selinës. Më thënë, këto janë dyshimet që vinë nga ana e familjarëve të Mirit edhe të Rogertit. Tani, do të shohim në qoftë se familjarët do t'i respektojnë këto rregulla që kërkohen, dhe do të thënë rregullin që ato vetë kërkojnë për të nxjerrë nga shtëpia Mirin dhe Rogertin, sepse ju duket padrejtësi këtë gjë që produksioni është duke e bërë. E shoh Mirin shumë të thyer nga ana e Ledionit, do të thënë për sjelljen që Ledioni bëri, por kjo sjellje erdhi pasi Miri filloi që të bërtet, pasi që Selina u përzjodh si konkurrentja për të qenë finalistja e parë e kësaj shtëpie. Do të thënë, është në një televotim të hapur për finalisten e parë. Miri nuk është se ka kërkuar që të largohet nga shtëpia, nuk e kam dëgjuar në fakt një gjë të tillë. Ai menjëherë atë natë ndaloi debatin me Ledionin, por siç duket, familjarët jashtë janë shumë të prekur nga kjo histori dhe nga kjo ngjarje, që ato e ndjejnë se i biri, djali, babai, miku i tyre është i kërcënuar jashtëzakonisht brenda, këtu përfshir edhe Rogertin.